U pyet Fudail ibn Iyadi tek ajeti kuranor që cituam në fillim të hutbes, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada." Dhe ai I cili synon kënaqësinë Allahut mëndueshëm apo takimin me të, le të punojë punë të mirë dhe mos I bëj shok Allahut mëndueshëm. As kërkon. E pyetën se ç'është puna e mirë, me al-amal as-salih. Qala ahsanahu wa aswabahu. Tha puna e mirë është ajo që është ma perfektja, ahsanahu, ma e përkrymja, ma e bukura, ma e hishmja dhe ma e drejta. Dhe e pyetën ma ahsanahu, po ç'është ajo puna ma e hishme, ma e plotë, ma perfekte? Qala ma kana lillah, tha ajo çka është për Zot, për Allah. Wa ma aswabahu, po çka është ajo ma e drejta? Tha ajo punë që bëhet sipas metodës që ka bërë pejgamberi Muhammed alayhi salam.